Politika shqiptare, udhëheqësit të Kosovës dhe partnerët ndërkombëtar kanë nëruar sot 113 vjetor në shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Urimet nisin që në orët e para të ditës dhe vijuan përgjatë gjithë paraditjes, duke shënuar një nga datat më simbolike të kombit shqiptar, 28 nëntorin. Kryeministri Edi Rama ishte i pari që përsolli një mesazh teksa publikoi një fotografi nga monumenti i pavarësisë së Vlorës, shoqëruar me urimin gëzuar ditën e pavarësisë. Nga qelia, kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta nderoi figurat historike si Skënderbeu, Ismail Qemali, Isa Boletini dhe Adem Jashari, duke theksuar se patriotizmi, sakrificat dhe gjaku i derdhur për flamurin duhet të udhëhiqin mbrojtjen e Shqipërisë dhe identitetin kombëtar. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës erdhi urimi i sekretarit amerikan të Shtetit Marco Rubio, i cili vlerësoi partneritetin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, bashkëpunimin në NATO, luftën kundër krimit të organizuar dhe sigurinë kibernetike, duke shprehur gatishmërinë për të zgjeruar më tej bashkëpunimin mes dy vendeve. Kryeministri i detyrë Kosovës Albin Kurti, përmes një mesazhi të gjatë, rikujtoi simbolikën e datës 28 nëntor nga Skënderbeu tek pavarësia e vitit 1912 dhe monumentet kyçe të historisë së Kosovës, duke bërë thirrje për një nëntor të tretë që sipas tij përfaqëson fazën e ardhshme të rimbushjes kombëtare. Edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani rikujtoi 4 ngjarje që e bën këtë ditë boshtë të krenarisë shqiptare: ditën e flamurit, pavarësinë e Shqipërisë, lindjen e Adem Jasharit dhe daljen e parë publike të UÇK-s. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë uroi shqiptarët për ditën e pavarësisë, ndërsa kryetari i Kuvendit Niko Peleshi theksoi rëndësinë e dokumenteve themeluese të shtetit shqiptar si udhërrëfyes historik dhe politik për brecat e sotëm dhe të ardhshëm. Në ceremoninë shtetërore të zhvilluar në sheshin e flamurit në Vlorë, presidenti i Republikës Bajram Begaj, së bashku me kryeministrin Rama, presidentin Osmani, Niko Peleshin dhe kryebashkiakën e Vlorës Bernilda Musini morën pjesë në ngritjen e flamurit, duke vendosur kurora pranë monumentit të pavarësisë dhe duke uruar shqiptarët gëzuar 28 nëntorin, ditën e pavarësisë. Urimet nga partnerët dhe aleatët ndërkombëtar vijuan edhe me mesazhin e NATO-s në Kosovë KFOR, që e cilësoi Shqipërinë një aleat të rëndësishëm të aleancës, si edhe me mesazhin e Asamblesë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Tiranë, që publikoi plotësisht deklaratën e sekretarit Rubio. Kremtimet e sotme rikujtuan edhe një herë vlerat e 28 nëntorit, rolin e etërve të pavarësisë dhe rrugëtimin historik të kombit shqiptar, ndërsa mesazhet politike në Tiranë, Prishtinë dhe nga partnerët e Shqipërisë nënvizuan angazhimin për të ardhmen europiane dhe për forcimin e miqësive strategjike.